Arratisja e Altin Docit vijon të mbetet mister, teksa prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet në lidhje me transferimin e tij në paraburgimin e Durrësit në një kohë që konsiderohej person me rrezikshmëri të lartë. Mësohet se në hetim janë të gjithë personat që kanë zhvilluar takime me Docin në burgun e Durrësit 6 muajt e fundit, pasi dyshohet se personat që e kanë takuar janë edhe organizatorë të planit të arratisjes, ndërsa në verifikim janë edhe tabulante telefonike edhe të familjarëve të tij. Ashtu, në filtër do të kalojë edhe i gjithë dokumentacioni i tij shëndetësor, ku përfshihet edhe kartela me shkaqet e dërgimit të Docit për vizita, që prej vitit 2020 deri më datë 13 janar të vitit 2026. Ndërkohë, arratisja e tij me pasojë mungesën në gjyqin për plumbin e artë u bë shkak për shtyrjen e seancës, ndërsa avokati i tij kërkoi në seancë që shkresa për gjyq të shkojë edhe tek banesa të pandehurit, pasi mund të ndodhet edhe atje. Arratisja e Docit ka vënë në alarm autoritetet, të cilët morën vendimin për transferimin e personave me rrezikshmëri nga burgu i Durrësit drejt burgut të sigurisë së lartë të Fierit dhe atij të Peqinit.